Mirëmbrëma nga unë Mirela Milori, mirë se erdhët në studion e lajmeve në ABC News. I ftuar mbrëmjen e sotme është kandidati së majtës për Bashkinë e Tiranës, zoti Erion Veliaj. Mirë se erdhët, zoti Veliaj. Faleminderit që pranuat ftesën tonë. E pa zakon, po ja ku jemi. Qartë. Le ta nisim, ju vini nga një takim elektoral në njësi numër 1 në Shkollës. Çfarë ju premtuat? Në fakt, ne kemi një strategji të fushatës tonë, dhe besoj këto është diferenca edhe mes fushatave që i kemi qëndruar strategjisë fillimit deri në fund. Duke qenë se Tirana sot ka 11 mini bashki, 13 komuna, pra në total 24 njësi vendore, nuk mund të kemi më fushatën tipike ku premtojnë gjërat përgjithshme për Tiranën ose vetëm projektet e mëdha. Njerëzit shqetësohen më shumë nga këto gjërat në duke të vogla, por që të shkaktojnë stresin e madh çdo ditë, parkimi, mbledhja e plerave, pusetat që mungojnë, rrugët pa ndriçim, rrugët me gropa, shkollat pa ngroje, kopshtet me 4 fishin e fëmijëve, çerdhet ku edukatorët janë gjithë ditën nëpër mitingje dhe nuk janë aty ku duhet të jenë. Këto janë gjërat e vogla që shqetësojnë lagjen. Kështu që ne kemi qepur një kostum për secilin lagje. Pra, në fazën e parë kemi dëgjuar ankesat e qytetarëve për gjërat që janë lënë pa bërë këto 4 vjet dhe gjithë shqetësimet e tyre për degradimin e qytetit. Pastaj një ekip urbanistësh vullnetar, arkitekt, inxhinier, pra të sapo diplomuar të rinj, kanë bërë një krehje të gjithë zonës dhe kanë rekomanduar zgjidhje konkrete. Në pjesën më të madhe kemi identifikuar dhe ku janë buxhetet për të bërë dhe kemi filluar që tani të mendojmë për buxhetin e ri të bashkisë dhe për të bërë ndërhyrje në pjesët më emergjente. Në çdo njësi ne bëjmë një panoramë të problematikës dhe solucionet që japim për ato, numrin e shkollave, kopshteve që do të shtohen, cilat rrugë me emër, me mbiemër, çdo rrugë që do të rregullohet, çdo rrugë që s'ka ndriçim, çdo shesh që zën nga kafshët e rrugës, dhe unë besoj që komuniteti është më interesuar të di për problemet e veta të vogla, se sa problemet e mëdha të politikës. Le ta shohim në pikturën e madhe, në pamjen e madhe. Cilat janë premtimet për biznesin e vogël? Ne kemi një situatë në Tiranë ku 50% e ekonomisë është e përqendruar në Tiranë, 50% e GDP-së së vendit në fakt, dhe 10.000 bizneset të vegjël funksionojnë në Tiranë. Ne kemi parë edhe fushatën kundërshtare, e cila premton ulje të taksave, ndërkohë që duhet të informojmë që taksa biznesit vogël shtegjur nga qeveria që në 2013 dhe nuk mund të premtosh një gjë që s'ekziston. Ajo që biznesi vogël ka shqetësim është trajtimi i pabarabartë, kur vjen puna tek tarifat vendore. Dhe ajo që na rezulton është që bashkia momentalisht është një bashki e falimentuar, mbledh vetëm 30% të ardhurat. Ju e dini, fuqia e bashkisë, zyrtarit të bashkisë është të zgjidhet, të mbledh të ardhurat dhe të shpenzojë të ardhurat, të investojë pra. Dhe kur as nuk zgjidhet, se e dim si u zgjon 2011 me atë procedurë në KQZ-n gjykatë, që s'du t'i hy. As nuk mbledh të ardhurat, as nuk shpenzon atë që jep qeveria, pra ka falimentuar në 3 proceset kryesore që ka fuqi bashkia. Tani, strategjia për biznesin e vogël është që ne të vendosim fair play. Momentalisht vetëm 1 në 3 biznese paguan tarifat. Dhe ankesa numër 1 që kemi pasur nga biznesi, dhe që besoj është edhe në favor të bashkisë, është që të mos kemi trajtim cat nënës dhe cat njerëz. O do t'i paguajnë të gjithë tarifat, ose nuk do të paguajë asnjë. Por ne nuk mund të premtojmë gjëra që i kanë dorë qeveria qendrore dhe nuk mund të premtojmë uljen e taksave të biznesit vogël, ndërkohë që taksa e biznesit vogël është 0 prej qeverisë. Kështu që në këtë sens është shumë e rëndësishme që të kemi një fushat me këmbë tokë. Unë e kuptoj që njerëz që s'kan ndërmend të fitojnë mund të premtojnë çfarë duan, se s'kan nevojë të mbajnë, po për ne që kemi ndërmend të fitojnë, dhe sipas gjitha sondazheve po drejtohemi rreth një fitore që quhet landslide, pra një fitore e lëm për në fund. Një fitore të madhe, duhet të flasim si njerëz të pjekur me këmbë tokë për gjëra serioze. Ndaj dhe ne nga gjithë biznesi kemi pasur disa kërkesa që ne themelojmë një fond të nxitjes punësimit, siç bëm me sukses në ministri dhe në qeveri për fondin e nxitjes punësimit, do të themelojmë fondin e nxitjes punësimit për Bashkinë e Tiranës, ku për çdo të punësuar edhe të mund të subvencionojmë 12 muajt e sigurimeve shoqërore, që të sigurohemi që kjo pjesë e informalitetit zgjidhet, dhe 4 paga bazë. Ishte një eksperiment që funksionoi me shumë sukses në qeverinë qendrore, nuk shoh asnjë arsye pse mos funksionoi edhe këtu. Ne duam që të kemi një dhomë të zejeve të Tiranës, ka shumë artizanë që kanë lidhur zanatin e tyre me çështjet e karakteristika tipike të rajonit të Tiranës, dhe kemi edhe një paketë incentivash për ata që duan të zhvillojnë agroturizmin dhe bujqësinë, duke ditur që Tirana pasurohet me 13 komuna, që për ne nuk janë një barë, po janë një aset i jashtëzakonshëm, dhe natyror, po dhe për çështjet ekonomisë. Flasim pak për transportin urban. Ke hipur në autobus? Kam hipur në autobus. Sa kohë ke që? Para 3 ditësh. Para 3 ditësh vërtet? Unë kam shumë kohë që si pi në autobus, ose vetëm me taksi. Më thonë mos i pse është tmerr. Disa autobus janë në gjendje më të mirëushme se tjerët, sepse janë dhe kompani ndryshme që operojnë.
Gjë e parë që shumë e rëndësishme të kuptojmë është që Tirana tani nuk është më Tirana 11 mini bashkive. Është një Tiranë 25 herë më e madhe si volum sipërfaqe. Kjo do të thotë që në Tiranën e 11 mini bashkive kemi vetëm 4% të territorit. Ne duhet mbulojmë dhe 96% të territorit. Kjo do të thotë që linjat e autobusëve do të rikonceptohen. Do të ketë një standard të ri për autobus që janë më ekologjik dhe që nuk ndosin, dhe sigurisht do të ketë një dyfishim të linjave. Momentalisht kemi 9 linja, do të shkojmë në 19 deri në 20 linja autobusësh që të gjithë do duhet të ruajnë të njëjtin standard. Për dikë që niset nga Vaçari dhe do të shkojnë ndajt, praktikisht për 4 bileta autobusi në 4 kompani të ndryshme që asnjëra s'ja një abonen ose biletën njëra tjetrës. Ne do të kemi një unifikim të biletës në Tiranë dhe një unifikim të abones në Tiranë. Ne do të aplikojmë të njëjtin standard, sim periferi dhe në qendër. Do ndryshoni çmimin e biletës autobusit, se është me interes kjo. Ka pensionistët. Çmimi i biletës është një tjetër premtim i pambajtur nga kryetari aktual. Çmimin për ta ulur për pensionistët e premtoi dhe nuk e mbajti, për fëmijët e premtoi dhe nuk e mbajti. Me që më pyete kam hipur në autobus, u detyrova të shkoja vetë në autobus që të paktën paraplegjikët dhe tetraplegjikët, pra invalidët mos të paguanin në Tiranë, pra dhe atë e kemi arritur me luftë. Çdo gjë që është e garantuar nga ligji për veteranët pensionistë, për paraplegjikët, për ata që kanë status të caktuar si statusi i jetimit, për herë të parë pas 4 vitesh do fillojë të respektohet në Tiranë. Ujë i pishëm. Halim Kosova premton 24 orë ujë të pishëm në rubinet, duke hequr edhe depozitat e tjera tjera. Pyetja që unë kam është se dakor ne premtojmë se nuk e kemi dhe duhet premtojmë çfarë do bëjmë, duke pasur parasysh çfarë kemi bërë në qeveri, si ekip dhe çfarë reformash kemi realizuar në një kohë shumë të shkurtër. Dhe po pyetja për doktor Halimin edhe për Lulin është e kanë ujësjellësin që tani kanë 1800 veta staf. Ka më shumë staf ujësjellës kanalizimet e Tiranës se sa gjithë policia e qarkut. Qartë. Ju çfarë do të bëni kur pretendohet të fitoni bashkinë? Spari, pasi të fitojmë bindshëm datë 21 qershor, do të bëjmë shumë të qartë që kush është për të punuar në ujësjellës, do punojë në ujësjellës. Kush është me gishtat përpjet kesheshi, të shkoj kesheshi me kot plot, por nuk mund të jesh part-time. Tirana sot ka më shumë vuajtje për ujë, aty ku është depo ujit. Ke depo ujit sot s'ka ujë. Takova Petritin, i cili ishte ardhur ushtarak nga 6 muaj në Irak, tha unë shërbeva vendit tim. Po vendim çam shërben. Erdha këtu tha s'kam ujë, me shpike depo ujit. Kështu që duhet të jetë shumë siklet këta që premtojnë se këta kanë bashkinë. Pra ç'pushtet do kenë në datë 21 që se kanë dhe sot. Ka ndonjë strategji Erion se vetëm duke hequr këta që dalin të sheshi kam idenë që nuk rregullohet uji? Po ka një strategji. Spari momentalisht qytetarët e Tiranës janë lodhur duke ndruar sahatët. Dhe strategjia më e mirë është transparenca dhe ndërprerja e abuzimit në Bashkinë e Tiranës. Teksa ne po flasim, po shpenzohen një tjetër $8 milion pra për ndruar sahatët për herë të 7. Në 4 mandate, puna e Lulzim Bashës dhe kë ka mandatuar në ujësjellës, ka qenë 7 tendera për ndruar sahatët. Në sahatët e ujit Tiranës kalon uji. Do kursejmë ato para dhe nuk do bëjmë tendera çdo 3 muaj për ndruar sahatët dhe do të investojmë në infrastrukturë. Sot kemi tek lagja e doktor Halimit me që ma përmendë, me që premton 24 ujë, shumica pallateve, jo klinika, se klinika është e re dhe sapo legalizuar, por shumica pallateve të vjetra të kohës së komunizmit janë duke u shëmbur tarracat nga depot e ujit. Tani, ky ishte i njëjti premtim që u bë përpara 4 vitesh, në 2011. Dhe pyetja që qytetarët kanë është kur burri më i mirë i partisë këtyre, si Gjersa është kryetari i partisë, do thotë kanë zgjedhë më të mirin. Nuk e bëri dot për 4 vjet. Si do ta bëj ky dhe çfarë i pengon ta bëjnë tani? Ta anullojnë këtë tenderin e shëmtuar që po bëjnë për të vjedhur paratë e fundit që i kanë mbetur bashkisë dhe le të investojnë në infrastrukturë ujore, por nuk po e bëjnë këtë. Nuk më rezulton që po bëjnë këtë, po bëjnë një tender tjetër ku ndrojnë sahat dhe sahat e vjetër i shesin për skrap. E pafalshme dhe pa tolerueshme. Vetëm niveli i abuzimit, besoj sakt do të zbulohet pasi të bëjmë një audit. Ne do të bëjmë një audit për Bashkinë e Tiranës, ne do të bëjmë një audit për Petrelën, ne do të bëjmë një audit për Farkën, ne do të bëjmë një audit për Kasharin, ashtu siç kanë bërë në ministri dhe njerëzit që do të gjenden me shkelje, si 4 vetat të ministrisë kaluar janë sot prapa hekurave, kush ka shkelur ligjin? Në ujësjellës kanalizime, në Bashkinë e Tiranës, nga Lulzim Basha që jep leje vetes vet, që bëhet qesharak dhe gazi botës në fund mandatit. Dhe deri te kush ka abuzuar nëpër komuna dhe ka bërë Tiranën një tmerr me ndërtim në pamundësi për të ndërtuar më shumë ka ndaluar, fal moratoriumit të qeverisë, do mbaj përgjegjësi. Kështu që dhe për çështjen e ujësjellës kanalizime, fillimisht transparencë, pastaj investime. Cili është projekti për sistemimin dhe rehabilitimin urban të qytetit? Do ndërtosh, do japësh leje ndërtimi kur të bësh kryetar nëse? Ne do të respektojmë totalisht moratoriumin e qeverisë. Pika e parë, për ndalimin e lejeve ndërtimit. Pika e dytë, ne do të luftojmë siç luftuam lejen tek diga e Liçenit, një leje ku qartës ishte i përfshirë kryetari aktual, familja ish kryeministrit, dhe fakti që i dolën mbrojtja aq hapur, do thotë që kishin, dhe fakti që rivali im nuk ka asnjë koment për të thënë për atë leje,
dhe për ato ndërtime, do të thotë që këtu mban shumë erë. Dhe më vjen mirë që fal këtij presioni, gjykata dha drejtësi për qytetarët, anulloi atë leje dhe sot ndërtimi është i pezulluar. Betejë e parë do të jetë me 60 leje që ka dhënë Lulzim Basha. Premtoi që do bënte 60 parqe, na la 60 sheshe ndërtimi, edhe në mes të bllokut. Tirana është e mbi ndërtuar, jo vetëm që do të anulloj këto leje dhe do të bëj betejë ligjore për pezullimin e këtyre lejeve dhe ndërprerjen e punimeve aty ku këto kanë filluar, po a them qartë që tani kush janë zotruesit e këtyre lejeve, shkëlqeni me shok, ta dinë që ky është vendimi, e ka marrë këtë vendim dhe do të shkojë deri në fund këtij vendimi. Miqësisht po i këshilloj të ndalojnë investimin tani, se ç'bëri 20 ditë do i shkoj kod dhe kjo që do hedhin llaçet e tullat që do hedhin tani, po në Tiranë lejet e palishme që u dhanë në fshehtësi të plot dhe në pabesi për qytetarët, përfshi dhe kryetarin e bashkisë, që i dha leje vetes vet. Domethënë kjo që ndodhi ishte e paprecedent. Pra ne kemi një kryetar bashkie që s'bëri asnjë punë dhe për të na bindur që bëri të paktën një punë, u kthye dhe i dha leje. Të shkoni në prokurori, të shkoni në drejtësi atje ku duhet nëse gjeni shkelje për 60 leje të ndërtimit. Mezi po pres që t'i çojë gjithë në prokurori. Sipas jush nuk ka bërë asnjë punë, ka dhënë këto 60 leje ndërtimi, thash drejtësia le të veprojë. Por Tirana është një qytet shumë i betonizuar, Erion. Kush e ka bërë Tiranën beton se ti heqësh dhe këto 60 leje të ndërtimit, të shëmben dhe 60 ndërtimet e pa lishme të zënë, betet goxha beton në këtë qytet. Absolutisht. Dhe do të ndodhin dhe disa gjëra tjera në këtë qytet. Projekti Bulevardit Ri do të vazhdojë me idenë e një parku qendror, asaj që quhet një Central Park, ashtu siç ka qenë projekti fillestar. Përpara se të transformojnë 4 vitet e fundit në një projekt tjetër betoni. Kush është përgjegjës për betonizimin e Tiranës? Ditë ju them që në Tiranë ka zbarkuar Shqipëria. Ne kemi momentalisht në Tiranë mbi 100.000 godina për t'u legalizuar. Problemi që kemi pasur në Tiranë është sepse kështu tha dhe në 2013, tha mos votoni Tiranën se do ju kthej nga ertët. Tani jemi detyruar të legalizojmë një pjesë madhe të popullatës që u zhvendos në Tiranë gjatë kësaj kohe. Me legalizimet kemi ecur më shpejt. Në 8 vjetë bën 20.000 legalizime, në një vit kemi bërë 32.000, ato 20.000 ishin kryesisht piga, bastesh, kazino dhe tallava, kurse këto tonat ishin shtëpi dhe kulme për njerëzit që realisht kanë ardhur nga zonat ndryshme të Shqipërisë dhe kanë gjetur shtëpinë e tyre në Tiranë. Ajo që besoj vlen të thuhet është hapësira që kemi identifikuar për t'u zgjeruar me parqe. Është parku i Kasharit, i cili do t'i japi Tiranës një mushkëri të dytë në zonën e Kasharit, në fakt kodra ngjitur me autostradën, pra shumë afër. I jep gjithë një SIS-6, një SIS-7, një frymarrje tjetër, pa u dyndur gjithë në liçenin e Tiranës. Është ky park qendror, i cili do të krijohet në vazhdimin e bulevardit, është një karakteristikë e veçantë, si në New York është një park. Ka ndonjë mëkat Edi Rama si kryebashkiak për betonizimin e Tiranës? Nëse pyesni qytetarët, përveç Lulzim Bashës, sepse e thatë opinionin për të. Nëse pyesni qytetarët se kush mbahet mend si kryetari i bashkisë më i suksesshëm i Tiranës, ky është Edi Rama. Nëse pyesni ndërkombëtarët, betonizimin, lanën po, fasadat e lyera po, ka disa gjëra tjera që ja dim të gjithë ne si Tiranës. Nëse ky është mendimi i qytetarëve dhe i ndërkombëtarëve, nëse nuk është mendimi i ABC-s, s'ka problem, është okay dhe me qenë minoritet, por shumica e njerëzve patjetër pra këtë po them. Absolutisht. Pra nëse jeni ke ky minoritet, se po referoheni ABC-s, në ABC ka qytetarë të Tiranës, që janë Tiranës, dhe eksaktësisht këtë po them. Jetojnë, votojnë, që keni të gjithë të drejtën të keni mendim në minorancë. Por shumica e publikut besoj ka dhënë verdiktin disa herë. Unë po e pyes ju që aspironi nesër duhet një kryetar bashkie. Për kryetarin aktual e thatë mendimin tuaj, po për kryetarin paraardhës. Unë po them që ka qenë ditë e lume për Tiranën kur Edi Rama drejtoi bashkinë, ishte mallkim për Tiranën kur u vodh fitoria e Edi Ramës dhe Lulzim Basha shkatroi Tiranën. Në këtë besoj që fshati që duket nuk do shumë kallauz në këtë histori. Si duket fushata e zotit Kosova? Kundërshtarit tuaj? Duhet ta pranoj që është një fushat shumë argëtuese. Barceleta, ashtu. Barceletat janë gallat, po unë besoj që qyteti nuk ka nevojë më për gallat, qyteti ka nevojë për një plan serioz. Përveç pjesës së argëtimit, pjesa që besoj mund të shihet nga ata që e këshillojnë doktor Halimin, nuk më duket që po e këshillojnë mirë, është që kjo historia që përgojon gratë e Tiranës, si lindi njëra, si humbi fëmijën tjetra, më duket që e shkel edhe betimin e Hipokratit, dhe më duket që shkel dhe zakonet shqiptare, ku çdo burrë çon gruan e vet te ginekologu, po nuk më rezulton që të gjithë kanë dëshirë ti dëgjojnë këto në televizion live. Po është zgjedhja e tyre, ndoshta ju jep mbështetje publike. E keni një debat televiziv, i qëndroni ide së debatit? I qëndroj gjithë ditën gjithë natën, edhe në ABC po donin. Në ABC po të duam ju vini? Absolutisht, siç kam ardhur sot.
vini në një debat me Zotin Kosova. Me Zotin Kosova, gjithë ditën dhe gjithë natën, në ABC dhe ku doni ju. Defektet e kundërshtarit, apo i thatë, po ka ndonjë element pozitiv kundërshtari juaj në fushatën e tij, apo vetë si personazh? Thash, ka pozitive këtë pjesën e arktimit. Është arktuz. Cili është modeli juaj i punës? Sefshe, unë kam qenë pjesë e ekipit e Edi Ramës. E besoj që Edi Rama ka ngritur një standard shumë të lartë, se çfarë kërkon nga stafi vetë, jo vetëm në çështjet orëve të zgjatura dhe të intensitetit të punës, po dhe në cilësitë të punës që prodhohen. Nuk kam asnjë iluzion me një kryeministër tjetër ose me një kapiten tjetër. Unë besoj nuk do isha fuqizuar dhe nuk do isha mbështetur në disa reforma që nuk bëhen nëse nuk mbështet kryeministri. Besoj që reforma e pensioneve, pa vullnetin e Edit, nuk do ishte materializuar me gjithë idetë që kishte ekipi ynë, reforma e tregut punës, bashkëpunim dhe me qeverinë gjermane, vendimi shumë i rëndësishëm për hapjen e dosjeve, sapo ka hyrë në fuqi ligji dhe shumë shpejt do të kemi edhe fillimin e komisionit për hapjen e dosjeve, vendimi për dëmshpërblyerjet për ndjekurit, është vendim në këtë mas që i shpërblyem ne, pra në kohën e qeverisë kaluar, në 8 vite morë një këst, e lash detyrën kur filloi të shpërndaj kësti i 5. Pra ne dhe atyre që normalisht nuk janë tipikisht votuesit tanë, ju shërbejnë 5 herë më shumë se sa partia e tyre. Kështu që në këtë sens, Edi ka vendosur një etalon se çfarë do të thotë të jesh shërbëtori i publikut në një mënyrë të paprecedent, le të themi 24 vitet e fundit në Shqipëri, sa mbaj mend unë të ketë pasur kryeministra i qeverisë shqiptare. Erion, një ndër gjërat që të fiksohet në Tiranë për ata që jetojnë jashtë, për ata që vinë si turist, natyrisht që është bulevardi i Tiranës. Dhe një ndër gjërat e dhimbshme që shohin atë bulevard janë fëmijët që lypin. Është një e vërtet? Absolutisht. Ne kemi, do të thonë, ka dhe emra, unë mund të them emrin e Marios. Përpara se ti kanë në Amerikë lash 3 vjeç, erdha nga Amerika i gjitha rritur, etj, besoj e një sepse të vjen te xhami. Jo e një sepse ministria që kam drejtuar mori një kompetencë që në fakt e kishte bashkia dhe ministria jonë u mor me fëmijët e rrugës në një vit e gjysmë të fundit. Pra, duke mos qenë njerëz pa ndjenja, dhe duke mos qenë njerëz që le të themi s'kan zemër dhe ignorojnë gjithçka, vendosëm që në kontrast me bashkinë të ishim njerëz me ndjenja dhe njerëz që udhëzimte ajo që po shikonin dhe në vend që të kërkonin përgjegjësinë te bashkia e morën vetë përsipër. Edhe pse është anormale që qeveria qendrore s'ka në një vend botës, ju që keni jetuar në Amerikë, qeveria federale në Washington. Në momentin që prindi është i paaft, shteti duhet marrë ata fëmijë nga rruga apo jo? Dhe t'ju shpjegoj siç funksionon në Amerikë, funksionon edhe në Shqipëri. Qeveria federale nuk mbledh fëmijët në Los Angeles apo në Seattle. Qeveria federale ku keni jetuar ju në Washington. E njëjta gjë vlen në Shqipëri. Bashkia e Tiranës ka diçka që quhet njësia për mbrojtjen e fëmijëve. Paguhen me para në punojnë social të Bashkisë së Tiranës, që në vend që të shkojnë gjithë ditën ke Shqupit, duhet realisht merren me këtë çështje. Dhe si bëhet kjo? Bëhet shumë kollaj, siç e bëmë në ministri. Fëmijëve ju ofrohet një kopsh, ka disa shoqata, Arsis, Shkej, World Vision, Terdezom, që kanë qenë bashkëpunëtorët tanë, prindërve ju ofrohet një punë sado e rëndomtë dhe e thjeshtë, një pjesë më të madhe nuk kanë arsim, le të themi për bërë punë sofistikuara, por gjithsesi pastrim, gjelbrim, që bashkia e ka mundësi dhe nuk e ka bërë, u lam totalisht vetëm, bëm sa mundëm me zi po pres që në bashki njësinë e mbrojtjes fëmijëve ta kthej në funksion. Çfarë do t'i kërkoni zotit Klosi që do të jetë në vendin tuaj si kryetar nëse fitoni në këtë drejtim? Ai është ministër, në fakt. Në bisedat e para që kam pas me Blendin, i kam thënë që momentalisht ka qenë ministria që është marrë me çështjet e fëmijëve të rrugës, dhe pse kjo është një kompetencë qartë, ministria ka specialist 4 vetë që merren me çështjet e fëmijëve, që duhet hartojnë politika dhe protokollet e trajtimit, që duhet hartojnë politika për shtëpitë e fëmijës, për fëmijët e trafikuar dhe për gjithë të tematikë. Pra këto 4 veta të ministrisë, sado vullnetar të kenë, nuk mund të marrin dhe fëmijët e Sarandës, edhe të Shkodrës, edhe të Librazhit dhe të Malësisë Madhe. Kjo është qartë azi një detyrë në ligj e qeverisë vendore. Po siç nuk u shpërndan banesa sociale, siç nuk u mbushën gropat, siç nuk u bën pusetat. Çfarë do të bësh ti nëse bëhesh kryetari i Bashkisë Tiranës dhe pastaj çfarë do të kërkosh ministrit tënd? Për banesat sociale po flet apo për fëmijët që lypin për fëmijët e rrugës? Që me kohë të familjes duhet i merrni dhe t'i sistemoni dhe atyre prindërve të cilët dalin trafikant, dalin paft, ju duhet marrë këta fëmijë dhe nuk duhet lënë në rrugë. Kujton Nicola Sarkozin, i cili ju dha lek dhe i ktheu sepse të lypurit është ndaluar me ligj në Francë apo jo? Kemi çuar 4 palë prindër në prokurori, disa dhe janë dënuar. Besoj e kupton që nuk është një vendim i lehtë të firmosësh ti heqësh prindërimin dikujt, sepse është diçka që është thuajse e parevëkueshme, pavarësisht cilës mirë me burokracinë që kanë gjykatët. Ndaj dhe besoj si ministër
e kam bërë 4 herë këtë gjë, por nuk besoj që është diçka që duhet praktikuar për ditë për t'i hequr prindërimin njerëzve dhe për t'i çuar pastaj gjithë fëmijët në shtëpitë e fëmisë. Besoj që kemi bërë një punë model edhe në shtëpitë e fëmisë, edhe në ato të kujdesit të fëmijëve pa prindër, edhe në fshatin SOS ku kemi adoptuar shumë fëmijë, por po të them me sinqeritetin më të madh që kemi pasur një bashki pa pikën e bashkëpunimit në këtë proces. Dhe nëse ju mendoni që shteti në qendër duhet menaxhoj gjithë fëmijët e rrugës, atëherë për çfarë duhet kryetari i bashkisë? Mos kemi fare bashki. Kjo është një detyrë e kryetarit të bashkisë që unë kam ndërmend ta zbatoj ditën e parë që hyn bashki. Dhe njësia për mbrojtjen e fëmijëve nuk do jetë më Keshqupi, Kesheshi, po do shkoj aty ku është terreni më i vështirë për të hequr fëmijët nga rruga dhe ka protokoll se si bëhet kjo punë. Erion, si do t'ju përgjigjesh skeptikëve dhe kritikëve që mendojnë se ti manipulon dhe shet të shkuarën tënde për vota? E para, unë s'kam në një tafma të hargjoj kohë me skeptikët edhe me cinikët. Se botën s'ka ndryshuar njëherë as cinikët, as snobët. Dhe më rezulton që cinikët dhe snobët ditën e diel për zgjedhje as u del gjumi për të votuar, pavarësisht që gjithë ditën komentojnë se si bëhet. Ftesa ime për çdo cinik dhe për çdo snob është hajde na trego si bëhet. Unë isha dikush që dia dhe të protestoja, po kam treguar që di dhe të bëj kur e kam këtë mundësi. Kështu që për çdo cinik që si pëlqen mënyra se si bëhen gjërat, kjo është fusha të vinë garë ashtu siç bëm ne ditëm dhe të humbnim gjenerata jonë, ditëm dhe të fitojmë, dhe unë besoj që mund të humbësh me dinjitet dhe të vazhdosh betejën, të shkundësh pruri nga gjujnë dhe të çohesh prapë t'ia fusësh vrapit, ashtu siç duhet fituar dhe me hir, pa i poshtruar kundërshtarët dhe duke e përdorur pushtetin si një mënyrë për të shërbyer. Nëse këta njerëz kanë një histori të tyre, të vinë na tregojnë dhe të vinë të ofrohen. Ky vend ka gjithmonë hapësirë për njerëz që të vinë dhe të ofrojnë shërbim publik. Po kjo i ngjan atyre që janë në tribun, edhe i thonë atyre që po strapacojnë për të bërë gol si bëhet goli. Gjëja më e mirë është të zbresin fush, cinikët dhe snobët, edhe gjithë angërlikësit na tregojnë si bëhet. Ka manipulim në të shkuarën tënde? Në atë që ti ke thënë. Ka njerëz që pretendojnë që historia jote së shkuarës është e manipuluar, largimi në Greqi. Tani, për gjithë pjesët e jetës time, ka dëshmitar. Nuk e di çfarë thon këta njerëz, po çai bie që kam manipuluar fakti që se kam babain, apo fakti që kam qenë emigrant, kjo është historia tipike e çdo shqiptarit. Kanë humbje në familje, shkojnë punojnë në emigracion, bëjnë lloj-lloj punësh. Dhe prandaj them, nëse ka dikush që i ka dalë zot historisë time, po unë jetës time dalë zot vetë. Edhe jeta ime është e mbushur me stacione ku kam takuar njerëz që kanë dëshmuar për gjitha stacionet e jetës time. Unë s'kam kompleks nga jeta ime, unë fiq kam shit, nuk kam shit preda, unë s'kam vrarë njerin në bulevard, unë se kam falë detin Greqisë, dhe unë besoj që për njerëz që janë të kompleksuar që historia e jetës tyre nuk është provë se janë të bërë për shërbim publik, po është provë se kanë shfrytzuar të gjithë aksesin publik për t'i bërë vendit dëme, ky është problemi i tyre, ky është problemi im. Po unë historisë jetës time i dal pronar vet, s'ka nevojë ta pronoj. Sa apartamente keni në emrin tuaj? Unë kam një apartament. E kuptoj që kjo nuk është një pyetje që vjen nga gazetari i Zërit Amerikës. Jeni detyruar ta bëni këtë pyetje nga drejtuesi. Një gazetar i Zërit Amerikës. Një gazetar i Zërit Amerikës nuk e bën këtë pyetje se ju e dini fare mirë, ajo që quhet në Amerikë under the belt. Po kam një apartament. Ajo që mund të bëj drejtori juaj zoti Shkullaku, ta krahasoj me shtëpinë e tij, është diku ke 1.5. Ju lutem të flisni në një edicion lajmesh, unë jam Mirela Milori. Me zotin Shkullaku mund të komunikoni, kam ideni, keni telefonat, njeni. Jo, nuk komunikoj sepse e para punës... Edhe nëse është person publik, tani, më shma bëtë pyetjen, kjo është përgjigja ime. Dhe ju mund thoni që si jeni dakord. Kështu që përgjigja ime për një drejtor që spaguan rrogat dhe sigurimet shoqërore, që bën gazetari dhe njëkohësisht është edhe këshilltar, ta thash me një. Tani, do më lësh të përgjigjem? Edhe një pyetje tjetër dhe pastaj... Do më lësh përgjigjem, sepse unë e kuptoj që ti do të shkresh fishekët që të kanë dhënë për të shkrehur. Jo fare, s'kam fishek fare, ja. Jo ti s'ke, po ka ai. Jo fare, ai mund të ketë, po diku i shkre. Nëse, mbrojtja jote për të shumë dinjitoze, unë e respektoj. Por ajo që dua të them është që fitoria e 21 qershorit është shumë e rëndësishme dhe për t'i dhënë fund kësaj lloj gazetarie, e cila nuk merret kur me faktet, kur me punën, ngatron që kjo është një garë për punë konkrete, mundohet gjithmonë të godasin brez, gjithmonë të përfshi familjen, dhe unë jam me fat që zotëria në fjalë është këshilltari kundërshtarit tim, se çdo ditë marrim nga 1 pikë përqindje më shumë në këtë betejë. Dhe unë besoj që fitoria kësaj beteje, do të teksa drejtori juaj po e çon në humbjen e suksesshme të radhës Partinë Demokratike si këshilltar mediatik, unë i gëzojm faktit që fitoria e 21 qershorit është një fitore ndaj këtij lloj stili gazetarie. Pra një gazetarie e cila është aty si pushk, si qyt për të goditur kundërshtarët, e cila nuk respekton as normat asaj që quhet fact checking, kontrolli fakteve,
as normat elementare që si ministër, se mund ta thoshte dikujt tjetër, po si ministri i pensioneve, e di që ky televizion s'paguan sigurimin shoqëror. Dhe unë besoj që duhet drejtuar me shembull përpara se të kërkosh edhe shpal të kushdo tjetër. Keni ndonjë apartament që s'është në emrin tuaj? Po sigurisht, nëna ime jeton në apartamentin e vet. Prindit e Ajolit jetojnë në apartamentin e tyre. Kështu që në qoftë se kanë bërë një gjë të padrejtë dhe mamaja ime nuk duhet të jetojë në apartamentin e saj dhe drejtori juaj do që ta nxjerrë jashtë, të shkojë të marrë të gjithë procedurën ligjore dhe të nxjerrë jashtë prindrit tanë nga apartamentet. Po si çdo njeri, ime më nuk jeton rrugë, prindit e Ajolit nuk jetojnë rrugë, asnjë nga ne nuk jeton në rrugë. Dhe thash, apartamenti është sa 1/5 e vilës së Shkullakut. Për parantez, ndoshta këtu nuk kemi të Zëri i Amerikës, por jemi në një televizion ku ju mund të thoni çfarë të doni, i referoheni që tek drejtuesit, punonjësve dhe jeni i lirë të thoni sepse është televizion i mendimit lirë, e opinionit të lirë. Për këtë t'jeni i sigurt ju dhe të gjithë ata që kanë dyshime. Si do të mund të mbron interesat e qytetarëve të Tiranës nëse do t'jeni nën presionin e politikës, nën presionit klienteliste etj. Unë jam, siç e thatë dhe ju, nën presionin e goditjeve në mbres të linjës editoriale, jo të gazetarëve, për linjës editoriale të televizionit çdo ditë. Dhe siç e keni parë, nuk çedoj në asnjë moment. Me të njëjtën frymë, nuk do çedoj me asnjë presion tjetër në Bashkinë e Tiranës nesër. Erion, është një pyetje që unë e kam drejtuar edhe Alim Kosovës. Në 22 qershor, supozohet që ju nuk e fitoni Bashkinë e Tiranës. Si do jetë Erion Velia, qytetari i Tiranës në 22 qershor? Të kujtova pak më përpara që unë edhe kam humbur, po s'kam qenë gjithmonë fitues. Edhe di si humbitet, edhe di që është një moment ku një shokët, një miq dhe një ata që të mbështesin. Janë bërë rreth 5 sondazhe në Shqipëri, po na nxjerrin qartë si fitues. Sot do të shohim sondazhe të tjera, besoj që fitoria vetëm po thellohet, kështu që në këtë rast le të mos bëjmë pyetje hipotetike ku realiteti po ulëret për ndryshim dhe për ta çuar Tiranën në drejtimin e duhur. Në mua zoti Kosova më tha 22 qershor ti do jesh e ftuar në bashki sepse do fitoj unë. Në qoftë se ti fiton, do më ftosh mua si ABC-s? Do të ftoj ty dhe besoj, jo, ty do të ftoj si një mikesh dhe një gazetare e shkëlqyer që pavarësisht ku punon ruan dinjitetin e asaj që quhet gazetar, ndallim nga drejtori i radhës. Por ajo që do bëjnë në bashki është nuk do besoj do kemi shumë kohë për kafe. Gjë e parë që do të shpallim është një gjendje emergjence për pastrimin e qytetit Tiranës dhe besoj që aksioni ynë i parë në 100 ditë e parë është të pastrojmë Tiranën nga një mori plerash dhe një mori pislëku që po na imponohet si kulturë, ndërkohë që ne shqiptarët nuk i kemi pislëku në kulturë. Kjo do jetë gjë e parë. Me që ka ditë që rivali kërkon amoni kafe, besoj që do ketë një hapësirë, ndoshta edhe kryeministri do t'i ofroj kafen që e kërkon, po brenda fushatës do t'ia ofroj kafe? Nuk e di, po mendoj që degenerimi i fushatës në një gallat konstante për të pi kafe tregon kush ka mentalitetin kafe muhabet dhe kush ka mentalitetin pun. Unë besoj që jam kjo e dyta. Erion Velia, unë i falenderoj shumë që ishit në studion e ABC News, ndatë opinionet tuaja me shikuesin e televizionit ton. Falenderit. Ishim me kandidatin e së majtës për Bashkinë e Tiranës, zotin Erion Velia.